që po i bën shumë korreshtor dhe shumë kurios të shojnë, Si po shkon por gjithçka, edhe zotëri një Haradinaj? internacionalizim që përgjithësisht të kësaj padrejtësie që përndodh shqiptarëve në homë. Si po shkon gjithçka? Dje kemi pas mundësinë. Për shkak konkretisht, jemi në një vend ku qytetarët shqiptarët dëshirojnë që neve na ndihmojnë, na suportojnë me ushqim, me stana dhe na përkrojnë edhe moralisht, por normal që edhe materialisht përdesha paguajnë shpenzimet të ushqimeve të tjera. Po, pikrisht këtu edhe deshta të ndalim, sepse dje në një intervistë që patëm me njërin prej organizatorëve, zotin Tasholli, boj mend se tha se synimi i tyre është që rrugës t'i bashkohen edhe shqiptarët e tjerë, e që kanë shprehur interes edhe më parë. Po ndodh kjo. Po jashtë vjen zoti Tasholli këtu me një grup prej batorëve, fotorezve. Dhe po, është ashtu jo vetëm shqiptarë, por jo vetëm ata, edhe në nacionalitetet e tjera janë ata të cilët i ka bu kërështarët edhe do të në bashkohen. Dhe kemi lajme që te i sonte që i presim në të ripërturbimin e gjithanshëm, të bojmë një numër cilën patësisht edhe po deshëm nuk mu jepim numërin në sakë, sepse nuk e di ma sakë se sa do të vinë. Por janë duke në befasuar në rrugës sipër. Po. Ajo që në befason ma fort, është sikur dhe Zoti o me ne, se në këtë stinë që është, koha po mërë me dili. Është të i marë për hatër tonë, a për i notit shkive, nuk e di, por koha është shumë e mirë, si të shetë. Po. Dërka që, zotëri Haradinaj, në një linë tjetër e kemi edhe ish ambasadorin e Shqipërisë në OKB, Agim Nesho, me cilin pastaj do të flasim sigurisht edhe për përplasjen që patën dy kryeministrat shqiptar. Zotëri Nesho, duat kaloj të kju tani, pikrisht kjo protesta që përmbaj. Po, besoj që po ju ndëgjon, zotëri Nesho, Haradinaj ju përshëndet nga rruga atje ku janë nisur me motora. Zotëri Nesho, si e keni parë, sepse protesta që do të bëhet pikrisht sot në Tiranë u shëndrua, po e quajnë një fush betej mes dy kryeministrave shqiptar, pati përplasje të ashpra dje mes tyre. Në fakt duhet të them që unë pandaj e diferencova të drejtën e protestës të gjithë ne, si popull shqiptar në mbrojtje të çështjes UÇK-s, të liderëve të tyre për padrejtësinë që po e bën, ndërsa politizimi i protestës sigurisht ka të drejtë në një kuptim kryeministri Kurti për arsyen e thjeshtë se në radhë të parë Tirana zyrtare për një kohë të gjatë ka qeduar në marrëdhëniet që ka krijuar me një regjim nacionalist me Vučićin, kur gjatë gjithë periudhës që mblidheshen aktakuzat ndaj udhëheqjes UÇK-s, ne kemi patur një dashuri pa kushte të Ramës me Vučićin derisa kanë arritur të bashkëpunojnë në planet e tyre të ndryshimit kufive, të Ballkanit të hapur, projekte serbo-ruse